Kryeministri Kristian Mickovski dhe kryetari i LSDM-s Venko Filipçe u pajtuan për grupe pune për miratimin më të shpejtë të ligjeve përgjithësore nga agjenda e reformave për energjetik dhe për projekte në shëndetësi. Takimin e tyre të parë Filipçe vlerësoi të mirë dhe konstruktiv dhe pret që në grupe t'i bashkohen edhe parti tjera. Сите апсолутно политички партии ќе седнат на масата. Ова едноставно е за доброто на државата. Ние немаме ниту доволен човечки капацитет, секоја една политичка партија, како и да гледате, изолирано. Младите гледаме се повеќе заминуваат од земјата, мораме да пуштиме порака на обединување за доброто на државата. Të dytë kanë biseduar edhe për eurointegrimin dhe ndryshimet kushtetuese. За жал тука имаме различни позиции, ги разбирам позициите на премиерот, останува за ова да зборуваме дополнително. Derisa ishin të ulur në të njëjtën tryez, Mickovski në Facebook shkroi se maqonisi nevojiten përgjegjësi dhe mençuri. Nga qeveria njoftuan se kryeministri në takim ka theksuar se sistemit i duhet reformë e thellë. Është e nevojshme të mobilizohen të gjithë individët dhe strukturat përparimtare që mund të kontribuojnë në rrugën e zhvillimit të vendit. Interesat shtetërore maqedonase duhet të jenë piknisja në diskutimet për çdo çështje, ku Mickovski kërkon Filipçes që të përpiqet të jetë faktor konstruktiv në përkushtimin për ndryshim, reformë dhe përparim. BDI nga ana tjetër vlerësoi se Mickovski dhe Filipçe po e riformojnë modelin politik nga një demokraci multietnike në një demokraci monoetnike. Sipas BDI-s, është folur për mbrojtjen e VMRO-DPMNE-s dhe LSDM-s nga përgjegjësia për raste si tragjedia në Koçan, por edhe për largimin e shqiptarëve nga të gjitha nivelet e pushtetit. Ky plan nuk është i ri, është përgatitur para 3 vitesh me marrëveshjen notore Mickovski-Zaev me ndërmjetësim të oligarkëve, kryesisht si çadër mbrojtëse për oligarkinë tranzicionale në vend. Plani tashmë po realizohet përmes shfuqizimit të balansuesit, vendimarrjes monoetnike të gjykatës kushtetuese, por edhe largimit sistematik të shqiptarëve nga një numër i madh pozicionesh të larta në administratën shtetërore. BDI e thiri koalicionin vlen të tregoj revolt për takimin, por prej atje u përgjigjen se BDI ka frikë sepse LSDM ka hequr dorë prej tyre. Nuk ka plane publike apo sekrete për të larguar shqiptarët nga askund. Ekziston vetëm frika patologjike e BDI-s nga përgjegjësia para drejtësisë për ish zyrtarët e tyre, të cilët për dekada u pasuruan mbi shpinën e popullit shqiptar. Për ndryshe detajet për grupet e punës që i paralajmëruan Mickovski dhe Filipçe ende nuk janë të precizuara.